tjetër, po ka hy për një periudhë afatmesme për me bo ndryshimin e madh në Prishtinë, për cilën i vyn ky 4 vjet. Po zoti Aziri ka pas i kanë tepruar shumë parë. Ka pas shumë projekte në programin e tij qeveris dhe 40 milion, 50 milion, 35 milion suficit, dyqysh diçka nuk po shkon. Pastaj ka blloku Albin Kurti. Albin Kurti e ka blloku. Ka edhe të vërtet diçka aty, që në disa aspekte edhe është blloku, po te çështja e suficitit, domethënë është që me thonë, e ke paramendu që ki me kuj një punë, po s'ka në odargat, në mëngjes edhe kero ke fjetë. Suficiti ka qenë njërëve problemeve të Prishtinës, po përbarim Rama ka arrit me ngrit deri një pikë, ku vërtet mos me rreziku çështjen e buxhetit komunës, praktikisht me menaxhu, me operacionalizu në mënyrë më të mirë, po 2 vjet e para ka harxhu energji pozitive me ndërtu bashkëpunim me qeveri. Dhe pas 2 vjetëve e ka pa që mekanizmat bllokues janë më të fuqishëm dhe ka dëshmu. Po sepse premtimet kanë qenë më prej tash e ka dëshmu bllokimi. Premtimet kanë qenë më. Bllokimi i qeverisë. Qeveria kur nuk lën me punu është problem. Komuna është e mvarur kronikisht në disa veprime. Sidomos te mekanizmi financiar. Zoti Aziri, kur ke qenë kryetar Gillan, në kryeministër ka qenë Ramush Haradin, ai po s'ka pengu kërkush. Dëgjo, është vërtet që kur jemi këtu, po, atë ka pengu dikush? Gjilan, qysho puna? Unë mendoj që atë projektet më të mira të Gillanit. Gjilan që 6 vjet 114 milion i ka bloku, zoti Kurti dhe zoti Ministri i Financave kur do të ka keni ditë këto pse s'ka ditur kjo zoti Azirin Gjilan? Qysho puna Gjilan, pse hopët? Se ka met në 46 vota Albani, kryetari tani shumë. 46%. Jo, 46 vota për pa ballotazh. 0-0 pa ballotazh. Tash janë sa për loja. Rundi 2 fshihen këto. Po që ka menduar diçka e rrisht, pa pasojmë livaç. Pritnë që ka menduar. Ka më shumë në sa pa këtë ka më votu për të. Jo, rundi 2 tot 0-0. A ka diçka aty më shumë? A kom bropa diçka ma shumë për mos kandidimin tuaj në Gjilan? Jo, unë e kom thonë ma herët. Si përgjigj i kritikave që si keni dhonë shumë zërë? 2021 unë e kom kandidu për koreksi për fjallën e dhonë në kuvendet e kësë, e jo për fjallën e dhonë qytetarëve Gjilanit. Me pas majtën e fjallën e qytetarëve Gjilanit, raporti ndryshe. Qytetarëve Gjilanit 1 vjet më herët i kom thonë unë nuk jam më kandidat. Ja kom thënë fjallën shtatori, kom thonë po dalë dhe njerë kandidat, sepse LDK ka kalu kod keqe. Unë e kom majtë fjallën kuvendit LDK-s, e se e kom majtë qytetarëve Gjilanit. Tani e kanë ditë krejt që Lutfi Aziri në 2025 nuk hën kandidaturë. Por o kone pa drejt që projektet e lutës milion emën e me majtë 6 vjetë, në qeveri, mos me leju mu zhvillu projektet normalisht. E që shfitoj prapaj? A s'po ti ka qytetarë Gjilanit dhe ko ka mashtruar? Jo, e di, problemi që nuk po votohet për programe. Se me denu Gjilanin nuk është vetëm i priashtum, Gjilani o i braktisur. E pse e regull po vlen për Gjilanin e jo për përparim ramën e LDK-s Prishtinë? Qësoj LDK-s, po oj LDK-s. A është asë? Se nuk vlen për kamenicë për Gjilana, dhe mënës edhe podujeve edhe shtimje. Sepse mekanizm tjetër është përdor atje. Edhe pe edhe podujev, ose përshka s'po vlen për këto, vishë është i uji, e së është i uji, e qka? E zbërtheva në fjellem, dishka kej tjetër është për flasmi, ta kryme dhe ballotajë me ullin flasme, ma nej për këto qashtë e krejt. Por nuk ka situatë që sot mundet mos bërthy, sepse nuk kemi as kohë, edhe istikamet politike e ndërtu. Istikamet politike e ndërtu. Gjilani si Anamërava, si Rejankojnë dhe Gjilani, jena lojal në shtetë. Po përvish qatë istikame kanë shu komandanti, e që e ka emrin Lutfi Aziri, qatë istikam të LDK-s në Gjilan, në Anamërav, nuk ka pas aty komandant tjetër politik. Me thonë kështu me fjallorin ma popullor. Qatë istikam, Zoti Aziri, është evidente që ti për fjallin që a këdhon partistane e kënë shu qatë front. Edhe po del që ky djali, ky zotnia Arbreja e ka emrin, kundër kandidati ati Albanit, e ka hup. Do më thonë, s'ka dit me mojt istikamit. Do më thonë, prandaj po dhamë, që ka ndodhe, a ndjeni naj pendes, a mendoni, a keni reflektu që ndërshta u konë gabim strategjik që herët e keni shu istikamin atë ka në Mërava? Jo, nuk ka të boj me lëshin të hershëm, me ko.
Unë jam për atënëve që vlerësoj edhe du me konë real, racional. E di që nuk o koha njerëzve racional, as ka qenë as ma herët me të drejten, po ju mundu mu sjell ashtu, nuk dalë për asaj që besoj vetë. Do të me ditë, mu Gjilani më ka vonë dhere ma 4 herë, më ka votu, 4 mandate më ka dhonë. Periudat ndryshme. Une edhe atëherë kur më shkërku me dhonë dorëheqje, e me morë proceset të rona në këtë vend e ku bo pa me dyshe, me besim. Edhe kur e më rikëthym, më ka dhonë mështetje. Arbri ka i me besim, ka qenë i planifikum i pregaditun, edhe i ndërtum për këtë garë. Betejën e parë e ka këtë rezultat. E ka betejën e dytë tash, për lufta ka me vazhdu. Raporti i garës në Gjilan ka ndryshu në javën e fundit, sepse kanë qenë matin, perceptin ka qenë 40-40. Arbri e ka pas krejt qeverin kondër, edhe do mekanizma tjerë qeveris kondër, edhe ka qenë jo i vetëm nera mundu me ndimu, me mbajt, me shty, por kemi qenë pa fuqishëm me dalë për balë kësaj, le themi, beteje të parë. Po beteje e dytë s'munët me ndodhë ma, sepse kena me tregu qarë që ka të ndodhë, kena me nalë, edhe ka më bo garë. Që dhe në ne favorizojnë, drejt për drejt. Tash janë 2 vetë ngarë për kryetarët të komunës. Ata 2 donë me dalë me bo garën, jo net e tjerët. Arbri edhe ai që është në zyre sot, Zoti Hyseni, që vjen nga partia e Zotit Kurti. Pa i do të me di që si bedel nuk mundet me menagju komunën e Gjilanit. 4 vjetë ka qenë bedel, ka administru zyre. Ai 2 punë që i ka bo tash, praktikisht. Ka qenë administrator në kolegj kërë ka kry bashkëllerin 3 vjetë, në juridik, kolegji Gjilanit ka bankrotu, mshel, ka falimentu, edhe si administrator ku ka punu, edhe ku ka shkollën e ka mbyll. Edhe komunën e Gjilanit, ndërtesën e ka praktis në javën e fundit gjithë, dhe ka që punëtorët shkollë bujqësis, në periferi Gjilanit. Mi për projekte njëtin sen mund me thonë kundërshtarët e tu politik, se thonë Arbri është bedeli Lutfi Azirit. Manipulus është në javën e fundit, është me manipulu mi që 300 botorë mi që në shkollë ftëft. Po më duket mua vetëm qëndron që ke standart të 2 fisht. Nuk është hipokrizi, po konsideroj që standart i 2 fisht në analizë. Kur thu Albani Hyseni është bedeli Albin Kurtit, si lider politik i asoj partijë që ka propozu, a konsideron që të njëjtin, a vlen e njëjta, sepse kështu edhe perceptohet që mos është edhe Arbri bedeli Lutfi Azirit, e ka shtin gardë atë tjetrin, për shkak pasigurisë politike që mundet me humë. E humë forca politike në qendër pasaj. A di pse nuk është? Sepse Zoti Hyseni në vitin e parë ne kemi qujtën viti humbën, të besu që viti humbër. Ati doli mandati humbër, a është provu. Arbri nuk është provu. A është provu. Vetëm arsye që njerëz Gilan kanë thonë natë kohë kur kanë votuar për ndryshe, po dojna me provu. 4 vjetë kanë provu. Ju ka dalë bedel. Mandati i humbur ju ka dalë bedel. Arbri nuk është provu. Arbri duhet më provu. Arbri nuk është provu. Në kapacitete politike, menaxheriale, në atë vizionin për Gjilanin nuk është provu. Duhet më provu për mi thonë dishka, për që të suni thua asë të jasone. A ju provu e ka me të bedel, për që sun ka bo. Zotë Aziri, këtheni pak Zotë Hyseni në këtë dimenzion të Zotit Ramën Prishtinë, sekretarës qëtut, që ka thonë një mandat si del, në punën dhe fund, që shpedil ka Zotit Hyseni në Gjilan një mandat. Së është i LDK-s. Me vlerësu.